Tani, këto të indivis më kanë vënë këtu përballë për të gjetë pijet, mi kanë ngatru pijet, po ajde t'i gjej unë tash t'i jap dum. Po do t'i gjej. Filloj me të parën. Whisky. Mos e luj mo, është whisky. Kjo. Sa e fort, kjo është gjin. Apo vodka. Gjin është kjo. Mos më keni futu ujmë. Kjo është vodka. Besoj si kam gjetë. Shifëm. A i gjeta më? Tutorial kërcimi. Marrim dorën, këmbën, ulim këmbën, ngrejmë dorën, hapim këmbën, ulemi poshtë, bëjmë pam, 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 pam. Gati. Tam, 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 hej. Pam, 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 tam, 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 e tjerë. E shof një kalamaj lastisu në sho, një keq që zdinte që qatë bënte në sken, ishte një djali vogël, po kërce, po këndonte, emocioni, sipër, po tani kur e shoh vetën, dua ta ndroj me njëra atë video, po më doli dikun për para. A mund t'ja shuajmë djelit a zjarë, a mund t'a shterim një oqean, ashtu nuk treten ndjenjat e tyre, le të jenë sa do larg. I sinqert? Artist? Edhe i mendueshëm, se po mendohesh. Dhe romantik. Arritja ime më e madhe artistike, nuk e di të gjithat nga pak janë kështu shkallë që po më çojnë tek ajo, se besoj që e kam arrit akoma këtë kulmin. Ja. Dëshira ime është që përveç se dua të sjell këngë me mesazh pozitive, unë do dua të jap lavdi emrit të Zotit, sepse unë besoj gjithçka e mirë dhe dhunti vjen nga ati dritave, që është Perëndia. Nëntori ma mori. Nuk e di se ka kënduar një gocë interesante dhe kishte një diksion të bukur në të artikuluarin e saj këngë, kështu që më pëlqeu. Ja, dhe më thënë, muzika live ka qenë pasione im, kështu që nuk është se kam investuar për të marrë më shumë lek muzik live, kështu që ja. Sikur të fitoja, do vazhdoj jetën time normale. Si ndjesh gjithë njerëzit tonë që do fitosh ti? Shumë e lumtur. Era rusi me Çupolinë nuk ka asgjë të përbashkët, unë adoleshencën e kam kaluar me kohë. Se do isha mashkull, do rifesha me vadin. Dështimi im më i madh mund të ishte pikërisht sot nëse mua do të më linte zëri si për pak më la, se unë sot jam e smur. Suksesi më i madh, jem akoma në sken.